Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, kush na thret? Mirëmëngjes, zënë në telefon. Kush edhe herë? Zënë në telefon të Stangullës. Me tregoj çfarë është problemi zonon. Sa më të pyetër vend ai muajit dhjetor, pensionin nuk kam të marr pension. Ne kam gjendje shumë keq, jam me epilepsi shumë. Nuk kam mund të zonë në një farëgjie. Pse si të Kam dëshirë, ma ka ndalë, alo së më kam vjerë komision. Kur ke pas më paraqit në komision? Po letër të kumë të upës, sham të bo ku farëgjie veç. Që sa kohë ka kalu, sa çdo epileptikët për sa e keni? Në çdo 5 vjet a çdo 2 vjet në u paraqit në? Po, komisioni si e paragjikon një herë ta për 1 vjet, një herë ta për 3, një vjet. Për sa ke pas këtë fundit, më falë që po të pyes kështu. Ne kom pas për 3. Për 3 vjet. Kur të kanë kaluar 3 vjet? Më unë vjet ka kalu, po ne kom qu letrat, hala së më kanë dhirë. Kur i ke quar letrat? Para 2 muaj që kom qu. Para 2 muaj, domethënë ti me gjithatë e ke lënë vetë medal me kalu kjo koha. Jo, në dokumentet jemi qu rregullisht më qu. Amo komisioni hala se ka mu. Ka qëndosh para dhjetorit, Zenon, para dhjetorit ka qëndosh ti në shtator ka qëndosh me kërku me u mbledh komisioni. Po. E ke parasysh sepse po më medal me epilepsi, për me kuptu qëndrimin tem për këtë punë. Unë me që kjo është një prej budallakinave më të mëdhaja që i ndodh kësaj shoqënie. Paraqitja e njerëzve me nevoja të veçanta dhe e të moshuarve tek komisioni. Lem ta që dhe në fund mendimin, të lutem se e kam të rëndësishëm. Unë mendoj që ky sistem është i budallaki, është i poshtër, është idiotësi kjo që ndodh. Por për mos me psu, pse si ke ndajt gati o burr, se problemi është një sistem automatik atje në Ministritë të Financave. Momentin kur ti nuk e ke vërtetimin si me afat, të heq nga lista e pensioneve dhe ti mbet tash në këto keme i marr herë kur të kthehet statusi, po më i merr në mënyrë retroaktive këto 2-3 muaj, 4 muaj sa të mungojnë. Po, edhe bënë në komujt me shumë se mund për më rëmë më që ne kërët një shka më rëzrua. E kuptoj si vështirësi. Në kësë mundë që në punët që s'këm bashkë. E për në që thënë, në kësha bashkë ata nëse që jemi live, i për në ndjekim të ka dishka të mundë dishka bëjt. Për dhe i rao që vëre për dhe sejne. A janë kontrolë se më kom. A ka ma degenerem se në të abonë të njështë që kam problem me mundje kronike. Jo mjerem. Qartë, mirë. A ke aplikua atje, apo? A ma qërë numrin e aplikimit për të komisioni, do të provojnë të shty për para që të dalë sa më shpejt para komisionit. Ka që mund të ndihmoj Zenon. Faleminderit shumë. +38 348 7